Në vijim të punës për zbardhjen e rasteve të vjedhjes dhe si rezultat i veprimeve intensive hetimore, shërbimet e policisë kanë bërë të mundur identifikimin dhe arrestimin e 3 shtetasëve të dyshuar për veprime penale kundër pronës, në lidhje me një rast vjedhje me dhunë, të ndodhur në datën 30 mars 2026, rreth orëve të mbrëmjes në lagje 1 Maj të qytetit Vlorës, u arrestuan 2 autorë të dyshuar, të cilët kanë vjedhur me dhunë portofolin me shumë parash të shtetases JK 39 vjeçe banuese në Vlorë. Shtetasit e arrestuar janë BT 18 vjeç dhe një 16 vjeçar, të 2 banues në Vlorë. Gjatë kontrollit ndaj tyre, specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Vlorë gjetën dhe sekuestruar një shumë monetare të vjedhur në cilësinë e provës materiale. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Vlorës për veprën penale vjedhja me dhunë e kryer në bashkëpunim. Gjithashtu, më datë 30 mars 2026, rreth orës së pasdites në qytetin e Sarandës, një shtetas ka vjedhur një automjet të shtetasit LT dhe një çantë dore me sende personale. Falë reagimit të shpejtë dhe punës së mirë organizuar të policisë, u bë i mundur arrestimi në flagrant i autorit të dyshuar, NÇ 66 vjeç banues në Sarandë. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Sarandës për veprën penale vjedhja.